Ja nuk e pranoj gjë të tillë. Fëmija janë edhe marrën i kalson. Personalisht, presidenti tam s'kish mund me thonë. Prov zoti, prov tallo, ka kitë korë maksisë sklove. Organet kompetente në këtë rast edhe KQZ-ja, PZ-ja, do të me kry punën e vet tash. Shikoj, janë do të gjona që ka nevojë për ankesë, ka nevojë për procedurë, po daj veç janë ditë, ajo është veç publike. Ka pas ankesa edhe të organizatave që i mbrojnë të drejtat e fëmijëve dhe do të jemi të kujdesshëm. Ja nuk e pranoj gjë të tillë, për mua është e papranueshme. E dyta, ne do të jemi shumë të kujdesshëm për fëmijët, edhe unë kërkoj mirëkuptim edhe besoj që ka me gjithë këtë mirëkuptim të kjo lutje imja, të mediat dhe të gjithë të tjerët që me pas në kujdes vajzën e cila e ka bo një recitim çfarë ka bo se ajo është një vajzë që ne duhet me pas kujdes. Është në një moshë ku ne duhet me pas kujdes. Personalisht, presidenti tam s'kish mujt me ndodhë. Garantoj dhe e siguroj që s'kish mujt me ndodhë. Se për mu, fëmijët janë më e vlefshme se gjithçka. Fushata ka lënë. Edhe mandatin i qeveria ka lënë. Mirë, po ne do ta lëmë një shije të mirë në fushatë. Për herë të parë e takova dhe e dëgjova, por atë që mësova është që fëmija janë edhe marrën i kalson. Më tha, a bën me ardhë me knu një kongë. Unë e pyta, i thash, si quhet kënga, tha, oj Kosovë. I thash, bën. Oj Kosovë,